Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vim juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Partia Demokratike zhvilloi sot protestën e radhës në Tiranë, të thirrur kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Qytetarë nga qytete të ndryshme ju bashkuan tubimit para kryeministrisë. Protesta u zhvillua me skenar marshimi dhe pa fjalime nga drejtuesit politik. Protestuesit u mblodhën në shesh dhe vijuan lëvizje në disa akse kryesore të kryeqytetit. Ka nisur marshimi i mbështetësve të opozitës në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ndërsa në terren janë angazhuar rreth 1500 punonjës policie për të garantuar mbarvajtjen e tubimit të thirrur nga Partia Demokratike. Mbështetës të opozitës, deputet dhe simpatizant të Partisë Demokratike, janë mbledhur këtë mbrëmje në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku ka nisur marshimi i paralajmëruar nga opozita. Në krye të protestës ndodhet kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, i shoqëruar nga drejtues dhe përfaqësues të tjerë të opozitës. Ndryshe nga protestat e mëparshme, këtë herë organizatorët kanë paralajmëruar se nuk do të ketë fjalime politike, por vetëm marshim përgjatë bulevardit. Për mbarvajtjen e tubimit, policia e shtetit ka angazhuar rreth 1500 efektiv, të shpërndarë në pika të ndryshme të kryeqytetit. Sipas njoftimit zyrtar, protesta pritet të zhvillohet nga ora 19 deri në orën 22. Ndërkohë, për shkak të masave të sigurisë, policia ka vendosur kufizime të qarkullimit në disa akse kryesore të Tiranës. Lëvizja e automjeteve është bllokuar në segmentin e bulevardit Dëshmorët e Kombit, nga zona e njohur si Ura e Dajtit deri në rrugën Ismail Qemali, si edhe në disa rrugë lidhëse pranë qendrës së qytetit. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin lëvizjet në këto zona dhe të përdorin akse alternative deri në përfundim të protestës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u bëri thirrje qytetarëve të bashkohen protestës kombëtare të opozitës kundër qeverisë. Në një komunikim me gazetarët, ai deklaroi se protestat do të vijojnë deri në arritjen e objektivit politik të opozitës. Berisha hodhi akuza edhe ndaj kryeministrit Edi Rama lidhur me vendimin për ndryshimin e masës së sigurisë ndaj ish drejtoreshës së Akshit Mirlinda Karçanaj. Protesta e mbrëmjes pritet të nisë para kryeministrisë edhe më pas të vijojë me marshim drejt institucioneve shtetërore. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka ftuar qytetarët që të bashkohen protestës kombëtare të opozitës kundër qeverisë së Rama. Në një konferencë për mediat, Berisha deklaroi se protesta mbetet forma kryesore e përballjes politike me qeverinë dhe paralajmëroi se opozita nuk do të ndalet deri në realizimin e objektivave të saj. Vala e protestave të opozitës nuk ndalet kurrë gjën realizimin e qëndrimit. Shpallja jonë se jemi në kilometrën e fundit, shënon gjithashtu detyrimin ton për ta përshkuar me çdo shpim dhe me çdo kush këtë kilometër gjën fitore. Dhe siç e shihni, ky raport që dallon si nata me ditën në raportin e një viti më parë, dëshmon se në Shqipëri armiq kryesor, në të vërtetë, problem kryesor për korrupsionin është për integrimin është Edi Rama. Si kreu organizatës kriminale, qeveritarët e tij, parlamenti, është Lubi Balluku, që ka marrë të gjithë frenat në dorë, janë këta hajdut, të cilët në absolute nuk duan kurrë integrimin, por duan vjedhjen dhe pasurimin e tyre me vjedhjet fondeve dhe pasurive publike të shqiptarëve. Ndaj dhe protestat janë zëri vetëm më i fuqishëm i shqiptarëve dinjitos, i shqiptarëve që spajtohen me këtë situatë. Gjatë komunikimit me gazetarët, kreu i demokratëve komentoi edhe vendimin e gjykatës së lartë për ndryshimin e masës së sigurisë ndaj ish drejtoreshës së Akshit, Mirlinda Karçanaj. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama për ndërhyrje dhe presion ndaj sistemit të drejtësisë për lirimin e saj nga arresti shtëpiak. Dhe Edi Rama pasi mbylli çështjen Balluku duke përdorur 83 votat e krimit, ja doli nëpërmjet Ilir Pandës, ish ministri socialist, të nxjerr nga arresti shtëpiak një eksponent kryesor të grupit të strukturuar kriminal, të vlerësuar nga
prokuroria speciale, grupi strukturuar kriminal, vetëm e vetëm sa ajo në çdo hap, në çdo veprim, në çdo akt ka zbatuar lindat, ka zbatuar urdhrat, kërkesat e lindës së Surrelit. Protesta e kësaj të premte është protesta e 8 kombëtare që opozita organizon kundër qeverisë socialiste. Ndryshe nga tubimet e mëparshme, organizatorët kanë bërë të ditur se këtë herë nuk do të ketë fjalime politike. Sipas planit të paralajmëruar nga opozita, protestuesit fillimisht do të grumbullohen para godinës së kryeministrisë dhe më pas do të marshojnë drejt institucioneve shtetërore, të cilat opozita i akuzon për korrupsion dhe lidhje me krimin. Bashkimi Evropian dhe Gjermania kanë akorduar rreth 11 milion euro për forcimin e bashkive në Shqipëri. Projekti BE për bashkitë synon përmirësimin e shërbimeve publike dhe rritjen e kapacitetit të pushtetit vendor deri në vitin 2029. Kryeministri Edi Rama vuri theksin të nevoja për përshpejtimin e digitalizimit në nivel vendor. Ndërkohë, përfaqësuesit e BE-s theksuan rolin kyç të bashkive në zbatimin e standardeve europiane. Një paket financimi me vlerë 11 milion euro nga Bashkimi Evropian dhe Gjermania do të mbështesin forcimin e bashkisë në Shqipëri përmes projektit të ri BE për bashkitë i prezantuar në Durrës me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të qeverisë dhe partnerëve ndërkombëtar. Projekti synon të rrisë efikasitetin e pushtetit vendor përmes investimeve në infrastrukturë, përmirësimin e shërbimeve publike dhe rritjen e kapaciteteve administrative. Kryeministri nuk i sheh këto para që vijnë nga BE-a thjesht si mbështetje financiare, por për të janë investim strategjik. Ky program është një program i cili lidhet me modernizimin e institucioneve tona vendore dhe me mundësinë që përmes tij institucionet të rrisin kapacitetet e tyre njerëzore që janë edhe problemi ynë më i mprehtë i kësaj kohe dhe i kohëve që vinë në rast se nuk fokusohemi me të gjithë forcën sot tek adresimi i tij. Gjatë fjalës së tij, kryeministri e vuri theksin tek diferenca që ekziston mes nivelit qendror dhe atij vendor në fushën e digitalizimit, duke e cilësuar këtë si një sfidë që duhet adresuar me urgjencë. Kemi një diferencë të papranueshme dhe të pajustifikueshme mes peshës që ka digitalizimi në nivelin qendror dhe në shërbimet publike qendrore dhe peshës që ka në nivelin vendor dhe në shërbime vendore. Arsyet e thash, disa mbase i kuptoj, të tjera mbase nuk i kuptoj, por kemi folur gjëre gjatë me ministrin dhe njëkohësisht do të flasim edhe me përfaqësinë e Bashkimit Evropian, do flasim edhe me partnerët gjermanë edhe me të tjerë, megjithëse sorry to say this, partnerët gjermanë në digitalizim janë brapa nesh. Akoma punojnë me faks nëpër ministrinë në Gjermani, e dini ju apo? Ja, fax machine. Dhe do gjejmë për te shakas, që në këtë rast është shumë më shumë se gjysma të vërtetës, do gjejmë mënyrën për të adresuar këtë problem të digitalizimit. Nga ana e tij, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, nënvizoi rëndësinë e rolit të bashkive në procesin e integrimit evropian. Nuk është sekret që 70% e direktivave rregulloreve të BE-s do të vijnë në zbatim në bashki, prandaj janë kaq të rëndësishme bashkitë. Roli juaj dhe partneriteti ynë është shumë i rëndësishëm. Rrugtimi evropian i Shqipërisë duhet të përqafohet dhe përjetohet në çdo bashki të Shqipërisë. Programi synon që qeveria vendore të mos jetë thjesht vëzhgues në proces, por aktiv në të ardhmen europiane. Ministri i Pushtetit Vendor Ervin Demo u shpreh se me këtë program pushteti vendor do të përfitojë në investime konkrete, qoftë në infrastrukturë, po ashtu edhe në shërbime publike. Programi i mbështetur edhe nga Banka Botërore pritet të sjellë ndryshime në mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në nivel vendor dhe të rrisë standardet e administrimit lokal në Shqipëri. Në gjykatën administrative të Tiranës u zhvillua seanca për padin e kryebashkiakut Erion Veliaj ndaj prokurorit Olsi Dado. Veliaj kërkoi që procesi të ishte i hapur për mediat, por gjykata e rrëzoi këtë kërkesë. Ai ngriti akuza se po i kufizohet e drejta e mbrojtjes dhe se po përballet me një proces të motivuar politikisht. Seanca u shty dhe do të vijojë më 19 qershor.
Seanca e radhës në gjykatën administrative të Tiranës për padinë ngritur nga kryebashkiaku i arrestuar Erion Velia ndaj prokurorit Olc Dado u zhvillua në kryeqytet një proces që vijon të tërheq vëmendje për shkak të natyrës së çështjes dhe pretendimeve mes palëve. Në nisje të seancës, mbrojtja e Veliait kërkoi që gjykimi të zhvillohej i hapur për mediat, duke argumentuar se transparenca ishte thelbësore për rastin. Megjithatë, trupa gjykuese e gjykatës administrative rrëzoi këtë kërkesë, duke vendosur që seanca të vijojë me dyert të mbyllura. Gjatë fjalës së tij, Erion Velia i deklaroi se çështja e ngritur lidhet me lishmërinë e emërimit të Olc Dado si prokuror, duke theksuar se sipas tij gjithë Shqipëria e di që ai nuk duhet ta mbajë këtë funksion. Ai shprehu gjithashtu pa kënaqësi për faktin që procesi po zhvillohet pa transparencë publike. Velia i ngriti akuzat se po përballet me kufizim të së drejtës dhe mbrojtjes dhe se ndaj tij është ushtruar një presion i vazhdueshëm politik, mediatik dhe juridik për më shumë se 2 vitesh. Ai e lidhi këtë situatë me arrestimin e tij dhe pamundësinë për të ushtruar detyrën si kryebashkiak i Tiranës. Në seancë, Velia i theksoi se ka bashkëpunuar vazhdimisht me organet e drejtësisë dhe se nuk i është shmangur asnjëherë hetimeve apo proceseve gjyqësore. Ai e cilësoi padinë e tij si një të drejtë kushtetuese për kontrollin e lishmërisë së veprimeve të pushtetit publik. Në mbështetje të tij në sallën e gjyqit ishin pranishëm dhe aktorët Robert Ndrenika dhe Gaz Paja. Pas kërkesës së Veliait për të njohur me prapësimet e Këshillit të Lartë të Prokurorisë si palë paditur në proces, gjykata vendosi shtyrjen e seancës. Seanca e radhës është caktuar për datën 19 qershor në orën 14. Një ngjarje e rëndë me pasoja fatale është regjistruar në fshatin 6 të Sarandës, ku një 66 vjeçar mbetet i vrarë pas një përplasje të dhunshme me armë zjarri. Ngjarja dyshohet se ka nisur nga një konflikt i hershëm për çështje pronësie mes disa personave. Viktima, identifikuar si Recep Ismaili, u përfshi në konflikt teksa tentonte të ndërhynte për të qetësuar situatën në lokalin e tij. Policia po vijon hetimet dhe kërkimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Ngjarja tragjike që i mori jetën 66 vjeçarit Recep Ismaili ndodhi mbrëmjen e 7 majit në fshatin 6 të Sarandës, brenda ambienteve të biznesit të tij, i cili përfshinte një lokal dhe një karburant në zonë. Sipas të dhënave paraprake nga hetimi, gjithçka ka nisur rreth orës 21:30 kur një grup prej rreth 10 personash është afruar në lokalin ku ndodhej Ismaili. Ata dyshohet se kishin një konflikt të mëparshëm me një banor të zonës për çështje pronësie, i cili në ato moment ndodhej në verandën e lokalit së bashku me viktimën dhe persona të tjerë. Fillimisht mes palëve është zhvilluar një debat i ashpër verbal, i cili shumë shpejt ka kaluar në përplasje fizike me sende të forta. Situata është tensionuar edhe më shumë pasi grupi i të rive ka hyrë me forcë në ambientet e lokalit, duke u përballur drejt për drejt me personin me të cilin kishin konflikt. Në përpjekje për t'i ndarë dhe për të shmangur për shkallëzimin e dhunës, Recep Ismaili është futur brenda lokalit dhe më pas ka dalë me një armë zjarri automatik tip AK-47 duke qëlluar në drejtim të grupit. Në këto moment, një prej personave të përfshirë është kundërpërgjigjur me armë zjarri tip pistolet. Si pasojë të shtënave, 66 vjeçari është goditur në kokë dhe ka humbur jetën menjëherë në vend ngjarje. Pas ngjarjes, autorët janë larguar me shpejtësi nga zona, duke lënë pas një situatë kaotike. Në vendin e krimit, policia ka sekuestruar edhe një automjet luksos tip Audi 8, i cili dyshohet se është përdorur nga personat e përfshirë në konflikt. Ndërkohë, forcat e rendit kanë ngritur pika kontrolli dhe po vijojnë kërkimin në disa zona për lokalizimin e autorëve. Deri tani janë shoqëruar disa persona për t'i marrë në pyetje, ndërsa hetimet janë përqendruar në zbardhjen e plotë të dinamikës dhe identifikimin e personit që ka qelluar me armë drejt viktimës. Policia dhe prokuroria po punojnë gjithashtu për të përcaktuar rolin e secilit prej të përfshirëve në këto konflikt armatosur. Mazhoranca dhe opozita vijojnë të japin lexime të ndryshme për esurinë e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Integrimit, Taulant Balla, deklaroi se vendi po avancon me ritëm të qëndrueshëm drejt Bashkimit Evropian. Ndërkohë, qeveria thekson se janë përgatitur hapat për mbylljen e disa kapitujve të rëndësishëm brenda këtij viti.
Debati mbi ecurinë e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian ka sjellë sërish përplasje politike mes mazhorancës dhe opozitës, me palët që japin vlerësime të kundërta për progresin e vendit në këtë proces. Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, kryetari Tagulant Dballa hodhi poshtë pretendimet e opozitës për bllokim të negociatave, duke theksuar se Shqipëria po ecën me ritme të qëndrueshme drejt antarësimit të BE-s. Sipas tij, raportet dhe vlerësimet e Brukselit tregojnë një mbështetje të qartë për reformat e ndërmarra nga vendi. Shqipëria nuk ka qenë kurrë më afër Europës se sa është sot. Ky është ajo që do ta thoja unë, do ta përmbledhja në një fjali të vetme këtë dokument. Pra, nuk flitet për ngecje, nuk flitet për humbje drejtimi, nuk flitet për pasiguri strategjike, flitet vetëm për avancim, për ritëm, besueshmëri, për kushtim të jashtëzakonshëm për një Shqipëri që po hyn seriozisht në fazën përmbyllëse të rrugës saj europiane. Dhe për këtë arsye detyra e të gjithëve, pas një dallim, edhe për Nesi Shumic, edhe për ata që janë pakic, secili prej palëve duhet ta lexojmë me përgjegjësinë që merr në këtë proces. Vetë përjashtimi nuk ndihmon askund, ndërkohë që të gjithë bashkë duhet punojmë për ta jetësuar këtë aspirat historike. Nga ana tjetër, kryenegociatorja Majlinda Luka deklaroi se institucionet shqiptare kanë përfunduar përgatitje teknike për mbylljen e të paktën 10 kapitujve negociues brenda vitit. Aktualisht, ne po punojmë intensivisht me qëllim që të përgatisim teknikisht mbylljen e kapitujve për të paktën 10 kapituj të parë, të cilat mbulojnë 27 nga 101 piketa në total, teksa punojmë paralelisht me të gjitha fushat ose kapitujt e tjerë. Sa i përket kapitujve 30, marrëdhëniet me jashtë, 25 kërkimi shkencor dhe 26 arsimi, ne vlerësojmë se Shqipëria i ka kryer përgjithsisht të gjitha përgatitjet teknike për mbylljen e tyre. Sigurisht pritet vlerësimi i Komisionit Evropian dhe mëtej vendeve anëtare, një proces i natyrshëm sipas metodologjisë së zgjerimit. Ndërkohë, ministri Toni Gogu ngriti si shqetësim funksionimin e sistemit të drejtësisë, duke e cilësuar eficiencën e tij si një nga elementet kyçe për suksesin e procesit të integrimit. Në fund të fundit, nuk e masim integrimin europian vetëm me kapituj të hapur apo të mbyllur, e masim me besimin që qytetari ynë ka tek institucioni, tek zbatimi i ligjit, tek shteti, tek barazia përpara tij. Dhe pikërisht në këtë besim ne ose e fitojmë ose e humbasim Europën që po ndërtojmë në mesin tonë. Mbledhja u zhvillua pa praninë e përfaqësuesve të opozitës, të cilët vijojnë të kritikojnë qeverinë për mënyrën e menaxhimit të negociatave dhe ritmin e reformave. Mazhoranca socialiste ka depozituar në kuvend një paketë ndryshimesh në kodin rrugor që synojnë rritjen e masave ndëshkuese për shkelësit e rregullave të qarkullimit. Nismat vijnë pas aksidentit tragjik në Durrës ku humbën jetën 2 të mitur. Drafti parashikon heqje të përhershme të patentës për drejtuesit e përsëritur që kapen në gjendje të dehur, si dhe kufizime të reja për shoferët e rinj. Partia Socialiste ka përgati paketën e re të ndryshimeve në kodin rrugor me fokus forcimin e masave ndëshkuese për drejtuesit që shkelin rregullat e qarkullimit. Propozimet janë firmosur nga kreu i grupit parlamentar socialist Tagulant Dballa, kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja dhe deputeti Erion Braçe. Nisma vjen pas aksidentit të rënd në Durrës ku humbën jetën 2 të mitur, ngjarje që riktheu debatin mbi nevojën për masa më të ashpra ndaj shkelësve të kodit rrugor. Sipas draftit të depozituar në kuvend, drejtuesit e automjeteve që kapen me nivel alkooli mbi normën e lejuar dhe që rezultojnë të ndëshkuar më parë për drejtim mjeti në gjendje të dehur, do të humbasin përgjithmonë lejen e drejtimit, po ashtu hiqet mundësia që patentat e bllokuara përkohësisht të rikthehen përmes pagesës. Ndryshime janë parashikuar edhe për persona që drejtojnë automjetin pa patent. Sipas propozimeve, atyre do të shtuhet me 1 vit e drejta për të pajisur me leje drejtimi, ndërsa për të miturit afati shtyhet me 2 vite nga momenti kur fitojnë të drejtën ligjore për të marrë patentën. Paketa vendos kufizime të reja dhe për shoferët e rinj. Në 3 vitet e para pas pajisjes me patent, atyre do të ndalohet drejtimi i automjeteve gjatë natës. Gjithashtu, drafti parashikon ndalim të plotë të drejtimit të automjetit në efektin e alkoolit gjatë vitit të parë të patentës. Ndërhyrjet prekin dhe masat administrative. Propozimet rrisin gjobat për tejkalimin e shpejtësisë dhe forcojnë ndalimin e përdorimit të celularit gjatë drejtimit të automjeteve, motorcikletave, monopatinave me motor dhe biçikletave. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, zhvilloi një takim me studentët e Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit, si edhe me efektiv që po trajnohen në Akademinë e Sigurisë.
Gjatë bashkëbisedimit ai theksoi rëndësinë e integritetit, disiplinës dhe përkushtimit në ushtrimin e detyrës së policit. Hita u shpreh se besimi i qytetarëve fitohet çdo ditë përmes ndershmërisë dhe përgjegjshmërisë në punë. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita ka zhvilluar një takim me studentët e Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit si edhe me efektivët e policisë që po ndjekin trajnimet profesionale në Akademinë e Sigurisë. Gjatë fjalës së tij, Hita vlerësoi zgjedhjen e të rive për t'u bashkuar Policisë së Shtetit, duke theksuar se shërbimi ndaj qytetarëve kërkon përkushtim maksimal, disiplinë dhe integritet moral. Ai u ndal veçanërisht tek rëndësia e besimit e publikut ndaj uniformave blu, duke theksuar se ky besim fitohet përmes punës së ndershme dhe të përgjegjshme çdo ditë. Prandaj unë do u këshilloja 3 gjëra, pasi një punonjës policie nuk ndërtohet vetëm me dije, por mbi të gjitha me karakter, me dinjitet për veten dhe duke u dhënë dinjitet dhe të tjerëve. Merreni seriozisht dijen që përfitoni në shkolla. Ruani integriteti. Është shumë i rëndësishëm dhe shumë thelbësor. Integriteti si njeri ka të bëjë më shumë se çdo gjë tjetër. Prandaj, besimi që ne fitojmë te qytetarët fitohet me integritetin që ne jemi dhe paraqesim. Pra është e vështirë që ky besim të fitohet çdo ditë nga qytetarët, por kjo vjen me dinjitet, me sjellje profesionale, me sjellje etike, duke i thënë kujdo të lutem faleminderit. Më tej, kreu i Policisë së Shtetit zhvilloi një takim dhe me punonjësit e policisë që po trajtohen për hetimin e krimit. Në bashkëpunim me ta, Hita theksoi rëndësinë e rritjes profesionale dhe të përgatitjes së vazhdueshme të efektivëve për të përballuar sfidat e kriminalitetit. Sipas tij, investimi në trajnimet dhe specializimet profesionale mbetet një element kyç për forcimin e kapaciteteve hetimore dhe për rritjen e eficiencës së Policisë së Shtetit në luftën kundër krimit. Prokuroria e posaçme ka kërkuar dënim maksimal për një nga të akuzuarit kryesor të atentatit ndaj ish prokurorit të Durrësit, Arjan Ndoj. Në pretencën e lexuar në GKKO për Plaurent Dervishajn është kërkuar burgimi i përjetshëm, ndërsa për Julian Meçën 35 vite burg. Ngjarja e rënë ndodhi në vitin 2019 pranë Shkozetit, ku mbeti i vrarë shoferi i prokurorit. Procesi gjyqësor po vijon në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar pretencën për një nga dosjet më të bujshme të viteve të fundit, atë të atentatit ndaj ish prokurorit të Durrësit Arjan Ndoja, duke kërkuar dënim me burgim të përjetshëm për Plaurent Dervishajn dhe 35 vite burg për Julian Meçën. Pretenca u lexua në mungesë të pandehurve nga prokurori i posaçëm Adnan Zholi, ndërsa çështja tashmë është në shqyrtim gjyqësor në gjykatën e posaçme. Atentati ndodhi me 1 nëntor 2019 në afërsi të mbikalimit të Shkozetit në Durrës. Sipas dosjes hetimore, një automjet tip Benz ku udhtonin prokurori Arjan Ndoja, shtetasi Landi Muharremi dhe shoferi i tij Andi Maloku sulmuan me breshëri automatiku nga persona të armatosur në një prit të mirë organizuar. Nga ky sulm i armatosur humbi jetën shoferi Andi Maloku, i cili ndroi jetë disa ditë më vonë në spital për shkak të plagëve të rënda, ndërsa Ndoja dhe Muharremi mbijetuan, por mbetën të plagosur. Hetimet e Spakut e kanë cilësuar ngjarjen si një atentat të planifikuar më herët me përfshirje të disa personave dhe me objektiv goditjen e prokurorit në detyrë. Në dosje është përmendur edhe emri i Landi Muharremit, i njohur si Rumi, për shkak të së kaluarit së tij kriminale dhe lidhjeve të dyshuara me konfliktet që mund të ketë sjell sulmin. Ngjarja pati johon të madhe në opinionin publik për shkak se për herë të parë një prokuror në detyrë në Shqipëri u bë objekt i një atentati të tillë të rënd me armë zjarri. Procesi gjyqësor ndaj të pandehurve vijon në GKKO, ku pritet vendimi përfundimtar mbi kërkesat e prokurorisë. Vijojmë me informacione nga Kosova. Një mesazh kërcënues ndaj kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurti, është publikuar nga grupi i njohur si Severna Brigata. Në postim në rrjetet sociale thuhet se Kurti do të eliminohet fizikisht, i shoqëruar me imazhe të rënda grafike. Grupi është i njohur më herët për retorik dhe incidente me sfond ekstremist në veri të Kosovës. Deri tani nuk ka reagim zyrtar nga institucionet e sigurisë në Kosovë.
Një mesazh kërcënuar i publikuar në rrjetet sociale nga grupi i njohur Saverna Brigada ka ngjallur reagime dhe shqetësime në Kosovë pasi në shënjestër të tij kryeministri në detyrë Albin Kurti në deklaratën e publikuar online grupi shprehet me tone të ashpra dhe kërcënuese duke deklaruar se sa të lind agimi mbi Kosovë, Albin Kurti do të jetë i vdekur. Mesazhi është shoqëruar dhe me imazhe grafike të dhunshme, çka ka shtuar më tej shqetësime për përshkallëzime të retorikës ekstremiste. Saverna Brigada është përmendur edhe më herët në raportime për incidente dhe kërcënime në veriun e Kosovës, ku situata e sigurisë mbetet e ndjeshme dhe shpesh herë tensionuar. Autoritetet dhe mediat në Prishtinë kanë interpretuar këtë deklaratë si një rritje të nivelit të kërcënimit ndaj institucioneve shtetërore. Deri në këtë moment nuk është raportuar ndonjë reagim zyrtar nga institucionet e sigurisë në Kosovë lidhur me mesazhin e fundit apo verifikimin e tij. Kjo nuk është hera e parë që emri i Saverna Brigada lidhet me deklarata të forta apo veprime të dyshuara si ekstremiste. Në qershor të vitit 2023, qeveria e Kosovës e shpalli këtë grup organizat terroriste së bashku me Civilna Zastita, duke i konsideruar si kërcënim të drejtë për drejtë për rendin kushtetues dhe sigurinë e vendit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka bërë të ditur se 22 parti politike kanë deklaruar pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit. Ndërkohë, 9 parti kanë njoftuar mos pjesëmarrjen, ndërsa janë regjistruar edhe 3 koalicione zgjedhore të përbëra nga 9 parti politike. Mes koalicioneve bie në sy marrëveshja mes lëvizjes Vetvendosje, Partisë Guxo, Alternativës dhe Partisë Shqiptare Demokristiane. Pas përfundimit të afatit 7 ditor në mesnatën e së njëjtës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë publikoi të dhënat mbi subjektet politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit. Sipas KQZ-s, 22 parti politike kanë deklaruar pjesëmarrjen në zgjedhjet, ndërsa 9 të tjerë kanë njoftuar mos pjesëmarrjen. Gjithashtu janë regjistruar 3 koalicione zgjedhore të përbëra nga gjysej 9 parti politike. Një nga marrëveshjet më të rëndësishme politike është ajo mes partive Guxo, Lëvizja Vetvendosje, e Partisë Alternativa dhe Partisë Shqiptare Demokristiane. Në një deklaratë publike, partia Guxo bëri të ditur se marrëveshja përfaqëson një angazhim të përbashkët për qeverisje me përgjegjësi dhe mbrojtje në interesit shtetror. Koalicioni zgjedhor ka njoftuar dhe partitë bosnjake në Kosovë si dhe partitë që përfaqësojnë komunitetin ashkali. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sqaroi se deklarimi për pjesëmarrjen dhe mos pjesëmarrjen në zgjedhje është një procedurë ndarë nga procesi i certifikimit të subjekteve të reja politike dhe dorëzimit të listave të kandidatëve për deputet. Sipas dhënësit të KQZ Valmir Elezi, afati për aplikim për certifikimin e subjekteve të reja politike ka nisur me 2 maj dhe përfundon me 10 maj, ndërsa afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet nga subjektet politike do të mbyllet me 12 maj 2026. Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të reja parlamentare vetëm pak muaj pas krizës politike që çoi në shpërndarjen e kuvendit dhe thirrjen e zgjedhjeve të parakohshme. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.